Mirë se erdhe, Brazilia! Mirë mëngjes! Mu ka bo mirë dita, tash ti. Mirë dita, zëtë. A je me Brazilina? Po. Pse qenë ma të mirë, ha? Mirë mëngjes, Donjet. Mirë mëngjes, Edi. Si je? Mirë. Si ke qenë? Mirë. Ti si je? Si ke nje? Në shkollë të thënë si ke nje. Dhe me ka i një numru të tonë, mu qumi. Qatë shumë banorë në shpi, sa që duhet mi numru. Që shkoj java në kinemon Hyrje Hana? Në kino java shkaj shumë mirë, si çdo javë tjetër. Ka pas filma që i kom përmend javën e kalune, ka pas njerëz që janë ardhur mi pa filmat, edhe u kon interesimi i çdo filmave, a vden kështu. Ka pas premierën që kena fol javën e kalune. Po, si shkoj premiera? Premiera u shku mirë. A je kurioz me di çfarë premiera kena këtë javë? Vdisha me dit. Atëherë, si çdo javë tjetër, edhe këtë javë kemi një premierë të re. Është filmi Dangerous Animals. Është një film horror thriller që e kthen natyrën përmbys. Shumë frikë, adrenalin, edhe pyetja vetme a do shpëtosh. Domethënë, qysh është kështu e kthen kështu? E kthen krejt përmbys. Pritë zë, Dangerous Animals. Po, një kriminal që çdo turist që vjen në anijen e tij dëshiron mi shfrytzu për shfaqje, mi mbyt edhe mi gjujt në ujë, mi hungër peshkaqenët. Njëra prej turistës reziston më shumë, ajo tenton për më shpëtu, çaq më shumë që tenton, i bëhet jeta asaj edhe më rrezik. Po. Ju kisha thonë mi qitë edhe trailerin, është një film shumë i mirë, edhe duhet patjetër më ardhe dhe mi pa në kinema. Ta shohim trailerin e filmit. Është kë. One thing you need to take care of. Promise you. Close your eyes. Take a big, deep inhale. And out. And in. And out. Welcome aboard. What is this? Where are we? We're on his boat. Whose boat? I don't think you want to know. Right, places, please. And action. Tell me that ain't the greatest show on earth. Realize is that once that hook sits, no matter how hard she runs. Help! I need help. She's already in the boat. Wow. Një super film. Wow. Ju ftohem të gjithë. Më ardhe dhe mi shiku, po i tregojmë edhe kur do shfaqet gjatë kësaj jave. E qesim posterin me këtë. Okej, bën edhe këta. Atëherë, ky film do shfaqet sot si premierë në ora 20:30 dhe do shfaqet me datën 14 të shtunën në ora 20. Do më thonë gjatë kësaj jave do shfaqet 2 herë. Mos hezitoni, gjithçysh do i më ardhe dhe mi shiku. Por e kemi edhe filmin Lilo Stitch, prap që vazhdojnë edhe këtë javë. Prap Lilo Stitch, fëmijë të dashur. Lilo Stitch është nesër, do më thonë të premte në ora 18. E kemi të shtunën me datë 14 në ora 13. Dhe të dielën në 2 orare, e kemi në ora 16 dhe në ora 18. Pra Lilo Stitch do shfaqet gjatë kësaj jave 4 herë, 4 orare të shfaqjes. Edhe duhet me ardhë gjithçysh edhe mi pa fëmijë. E kemi Lilo dhe Lilo. Lilo dhe Stitch, unë halo se posh. Edhe pse jam shumë adhurues i ata kanë po para se më dorë. Qësha po thot Sano, apo shini se është ma mirë këtu sa atje, se na kena qikat mira si Donjeta, po në studio me Edin ton doket edhe ma mirë, ju respektoj. Sano, zemra ime. Ja bona një zemër. Po pra. Po, Donjet, do më thonë këto janë të gjitha. Ato? Po, në rrjetet sociale mundi me na përcjell edhe çdo herë shfaqen premiera të reja, orari javor edhe rreth çdo informacion rreth filmave. Edhe ky filmi How to Train Your Dragon që ka premierën e kalune, po i tregoj gjatë kësaj jave sa herë do shfaqet. Do shfaqet të shtunën në ora 18
Do më thonë, me datë 14. Me datë 14 qershor në ora 18. How to train your dragon. Po. Pastaj do shfaqet të dielën me datë 15 qershor. Që kemi edhe kalendarin në ora 20, edhe me 18 qershor në ora 18. Edhe këtë film me 3 orare të shfaqjes që kemi gjatë kësaj javës. Edhe këta duhet patjetër më ardhmi pa kush nuk e ka pa javën e kalune, ju sugjeroj këtë javë edhe më ardhmi shiku. Po. Kemi edhe shumë filma tjerë që mundi mi shiku këtu në kjo është kalendari 12 dhe 18 qershor. Programin javor. Ka shumë filma për të gjithë ju. Çfarë zhanri ju pëlqen këtë këtu mundi mi gjetë. Atëherë edhe një herë 12 dhe 18 qershor është ejte premte shtunë dile tonë nuk ka. Martë mërkure. Është Martë mërkure. Shumë i ngjeshur kalendari. Edhe më stuni nuk po kena çka me pa. Nuk po kena ku me shku. Na ki për mas po do të krejt diasporën e Gjakovës. Pa problem. Gjelal Katona për parës, po për filmin e pas ka pas fjallën. Faleminderit shumë Gjelal, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për Fatmirin. Do më thonë, kjo ishte gjithë shka që ki përgatit për neve, ka shpak, s'pë djetë gjuna. S'pë djetë gjuna për shikuzve, që presin me të po. Po që më panë. Dhe me qka që kanë me të po, Sano, për ty e kom unë. Për ty e kom Sano. Sano komentaj Phil. Phil komenton Sano nuk e lajnë, Sano ka qef me të po. Ani, faleminderit shumë Dunet, na i bilet s'do mi hap. Qofë se thirë dikosh po. Mërënda so sekundave. Mërënda 20 sekundave. Shkojmë, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, kuku, 7, 6, 5, kuku, 2. Ne. Faleminderit shumë të mirë që kemi neve. Faleminderit edhe prej teje. Edhe besoj që edhe kjo javë do të jetë shumë e mirë me kineman. Shpresoj, mos hezitoni, jani në kinema me pa shumë shfaqje të filmave. Shkojmë një kohë kësita dhe kthehemi pas pak. Jeni me Donjetën, me mua shihemi tash prap.